5 herë në ditë, kur zemra gjen qetësinë e saj. Në një botë që nuk ndalon kurrë, ku zhurma nuk pushon, ku koha vrapon, ku njeriu humbet veten. 5 herë në ditë, 5 dritare drejt qetësisë, 5 takime me Zotin e gjithësisë. Namazi, thirrja që ndal botën. Ezani ngrihet në Kairo, në Stamboll, në Londër dhe Xhakartë, në fshatrat e Afrikës dhe katet e larta të qyteteve moderne. I njëjti zë, i njëjti mesazh, i njëjti prej 14 shekujsh. E janë në namaz, e janë në shpëtim. Dhe besimtari, pavarësisht ku është, çfarë po bën, sa i zënë është, ndalon. Sepse ka diçka brenda tij që e njeh atë thirrje, diçka që e di se ky takim është më i rëndësishëm se çdo takim tjetër. 5 kohët, 5 takime. Allahu nuk e la njeriun pa drejtim gjatë ditës. Sabahu, agimi i parë. Bota është ende e heshtur, syt janë të rëndë, por besimtari ngrihet, lahet, qëndron para Allahut, ndërkohë që bota fle. Dita fillon me Zotin, jo me telefonin, jo me stresin, jo me nxitimin, dreka, mesdita. Puna është në kulm. Lodhja fillon. Dhe besimtari ndalon për pak minuta. E lë botën jashtë dhe hyn në adhurim. Shplodhje që asnjë kafe nuk ta jep. Ikindia, pasditja. Dielli po zbehet, dita po mbaron. Namazi i kujton njeriut se koha është e çmuar dhe se çdo çast është dhurat. Akshami, perëndimi i diellit. Dita mbyllet me Allahun, siç filloi me të. Falënderim për çdo gjë që erdhi, e mirë apo e vështirë. Yatsia, nata. Para se sytë të mbyllen, para se të dorëzohesh në gjumë, edhe një herë tek Allahu, ditën e mbyll aty ku e hape. Allahu thotë në Kur'an, vërtet, namazi është obligim i caktuar në kohë të caktuara për besimtarët. Surja Nisa 103. Dhe profeti alayhis salam tha, nëse e ke falur mirë, ka shpëtuar, e nëse nuk e ka falur mirë, nuk shpërblehet, por dënohet. Shkenca moderne ka filluar të zbulojë atë që besimtarët e kanë ndier prej shekujsh. Studimet nga universitetet të ndryshme kanë dokumentuar se rituali i namazit, larja para tij, qëndrimi në këmbë, rukuja, sejdja, aktivizon sistemin nervor parasimpatik, ai sistem që trupi e përdor për qetësi dhe shërim. Sejdja, momenti kur balli prek tokën, është pozicioni i vetëm ku zemra dhe koka janë në të njëjtin nivel. Studimet në neuroshkencë tregojnë se ky pozicion rrit rrjedhjen e gjakut në korteksin prefrontal, pjesa e trurit që lidhet me qetësinë, vendimarrjen dhe paqen e brendshme. Dhe ajo ndjesi që ndjen besimtari kur thot Allahu Ekber dhe e lë pas gjithçkaje, shkenca e quan reduktim të kortizolit, hormonit të stresit. Por besimtari e ka një emër tjetër për të, lidhje me Allahun. Profeti alayhis salam tha, momenti kur robi është më afër Zotit të tij, është kur është në sejdë. Prandaj bëni shumë dua. Sejdja, balli në tokë, pozicioni plot i nënshtrimit, jo poshtrim, por lartësi. Sepse njeriu që përulet para Allahut, nuk përulet para asgjë tjetër në këtë botë. Dhe Allahu thot, vërtet, me përmendjen e Allahut, zemrat gjejnë qetësi. Surja Rad 28. Profeti alayhis salam e përshkroi namazin me një shembull të thjeshtë dhe të fuqishëm. Çfarë mendoni? Nëse para derës së njërit prej jush do të kishte lum, dhe ai do të lahej në të 5 herë në ditë,
a do të mbetej pa pastërti mbi të? Sahabët thanë, jo, asnjë pa pastërti. Profeti alayhi salam tha, kështu është namazi. Allahu fshin me të mëkatet 5 herë në ditë, jo si barë, por si pastrim, si rilindje e vogël, si kthim tek vetja e vërtet. Sot, në botën e ekraneve dhe zhurmës, të nxitimit dhe stresit, namazi është revolucion. Revolucion i qetë, pa thirrje, pa flamur, thjesht një njeri që ndalon 5 herë në ditë, kthehet drejt Mekës dhe thot, Allahu Akbar, Allahu është më i madh se stresi im, më i madh se problemet e mia, më i madh se frika ime, më i madh se gjithçka që po më shtyp sot. Dhe kur robi ngrihet nga sejdëja e fundit e jacis, zemra është më e lehtë. Jo sepse problemet u zhdukën, por sepse i la të gjitha tek ai që i mban të gjitha. 5 herë në ditë, zemra gjen shtëpinë e saj. 5 herë në ditë, robi i kujton vetes se nuk është vetëm. 5 herë në ditë, bota ndalon, mos i humb ato 5 takime.